Në përgjigjen e tij, Eyup Rustemi mundohet të zhvendos debatin tek ajo nëse ndërmarrja publike për rrugë shtetërore ka shpallur apo jo të nder. Por këtu nuk është thelbi. Thelbi është krejtësisht tjetër. A ka ushtruar presion ndaj kompanisë evropiane? A është hapur rrugë për kompani serbe? A janë orientuar kompanit prej ku t'i blejnë gardhet? Këtyre pyetjeve, Rustemi nuk po u jep përgjigje. Nëse të gjitha informacionet e publikuara janë të pavërteta, pse Rustemi nuk reagoi në momentin kur u publikua artikulli, por reagoi vetëm pasi vlen kërkoi veprime nga Prokuroria e Islamabadit. Andaj ne sërish pyesim, kush kishte interes që kompania evropiane të shtyhej anësh? Kush kishte interes që hapësira t'i lihej kompanisë nga Serbia? Për këto pyetje, BDI hesht tash e 4 ditë, edhe pse gojën e ka plot me Europë, kur duhet të mbajnë fjalime, janë partia më evropiane. Kur dalin në pa biznese milionshë e kompani serbe, ata struken. Por ne nuk do të lejojmë që kjo çështje të mbillet me heshtje. Kërkojmë nga Prokuroria për krim të organizuar t'i verifikojë të gjitha pretendimet e publikuara në opinion. Qytetarët kanë të drejtë të dinë nëse interesi publik është sakrifikuar për interesa biznesore partijake.